Mos përdorni kurrë kamomil nëse vuani nga këto 3 sëmundje. A është konsumi i kamomilit i sigurt për ju? Sipas disa ekspertëve të shëndetit, konsumi i kamomilit është i sigurt dhe nuk sjell rreziqe për shëndetin. Mirëpo, gjithmonë nëse përdoret në dozat e duhura, përfitimet që do t'i jap shëndeti do ta kthejnë atë në një prej produkteve më të rëndësishme për ju. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Por nëse konsumohen në doza të larta, mund të shkaktojë të dridhura dhe të vjella. Ai ka potencialin që të nxjisë edhe reaksionet alergjike të personat të cilët janë alergjik ndaj familjes të margaritave, edhe përse këto reaksione janë shumë të rralla. Shmangeni kamomili nëse jeni alergjik ndaj këtyre bimëve siç është kamomili, kamuku, margarita dhe krizmantema. Kremrat e lëkurës me kamomil mund të shkaktojnë ekzema dhe alergji dhe të irritojnë në shëndetin e syve. Efektet e përdorimit të gjatë të kamomilit nuk dihen, por cilat janë rastet kur duhet të evitoni përdorimin e tepërt të kamomilit. Flisni me mjekun tuaj përpara se ta përdorni kamomilin nëse keni probleme shëndetësore. Kamomili përmban sasi të vogla të elementëve që mund të kenë efekte të lehta në ullimin e gjakut, kur zakonisht vetëm në doza të larta dhe në periudha të gjata kohore të përdorimit të tij mund të ndikojnë në këto situata, që mund të shkaktojë probleme të tilla. Mos e përdorni kamomilin 2 javë përpara një operacioni të planifikuar, pasi mund të kundërveprojë me medikamentet e anestezisë, citon Step to Health. Kamomili mund të ketë edhe kundërveprimet e tij. Nëse merret rregullisht gjithashtu me ilaçet, flisni me mjekun tuaj përpara se ta përdorni këtë suplement të kamomilit. Ai mund të kundërveprojë me sedativët, holluesit e gjakut, gjithashtu aspirinat, ilaçet për lehtësimin e dhimbjeve e të tjera. Kamomili mund të kundërveprojë gjithashtu me suplemente të ndryshme siç janë hudhra, sanza e të tjera. Duke qenë se ai është i sigurt të përdoret në doza standarde, rreth 1 deri në 2 filxhan në ditë, mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë për të nisur ditën, por teprimi me çajin e kamomilit edhe me përdorimin e tinkturave të tij në disa raste mund të përbëjë edhe ndikime negative për shëndetin. Por nëse e përdorni si duhet dhe brenda rregullave të duhura, kamomili mund të sjellë ndikimet e tij pozitive. Në këtë video, përveç efekteve negative të teprimit të dozave të tij, do të rendisim edhe anën pozitive të kamomilit. Kamomili ndihmon në rigjenerimin e shpejtë të trupit. Çaji i kamomilit është përdorur që në lashtësi për përshpejtimin e shërimit të trupit. Një studim i fundit ka treguar se personat të cilët kanë konsumuar çaj kamomili janë shëruar më shpejt se ata që nuk e kanë përdorur. Kamomili është i mirë kundër djegjeve nga që vepron kundër inflamacionit, bakterieve dhe vepron si një element i shkëlqyer i pasur me antioksidant. Kamomili ndihmon edhe kundër bakterieve. Efektet antibakteriale të kamomilit mund të ndihmojnë në luftën kundër ftohjes dhe gjithashtu edhe sëmundjeve të cilat lidhen edhe me infeksionet bakteriale dhe probleme të ndryshme të shëndetit. Çaji i kamomilit është një bimë që mund të japë përfitime të mira në zbutjen e spazmave të muskujve. Konsumi i çajit të kamomilit sipas ulëntuesve zbut spazmat e muskujve dhe është një mjet shumë i mirë kundër dhimbjeve të ndryshme menstruale. Ai mund të qetësojë gjithashtu dhimbjet tuaja të stomakut nëse përdoret si duhet. Efekti i kamomilit është qetësues, relaksues për muskujt dhe për barkun, duke ndihmuar kështu në rreshtimin e zorëve. Gjithashtu çaji i kamomilit mund të ndihmojë edhe me një tretje të mirë të ushqimeve dhe të lehtësojë komplikacionet e tyre. Shtimi i çajit të kamomilit në vaktet tuaja ditore do të përkthehet gjithashtu në një gjumë më të rehatshëm gjatë natës. Një gotë çaj kamomili para gjumit vepron si një qetësues në sistemin tuaj nervor në mënyrë që t'ju lejojë të merrni një gjumë më të rehatshëm. Vlen të theksohet se kamomili është një produkt fantastik që me ndikimin e tij në shëndetin tuaj mund të nxjisë një mbrojtje më të mirë të organizmit dhe të lehtësojë kështu komplikacionet e tij. Çaji i kamomilit është një produkt fantastik edhe në betejën kundër problemeve që shkaktojnë hemoroidet.
Çaji i kamomilit mund të ndihmojë në qetësimin e problemeve të hemoroideve dhe të ndikojë që të keni një organizëm më të fortë, më të shëndetshëm dhe të keni gjithashtu më pak probleme detyrore. Shtimi i çajit të kamomilit në dietën tuaj mund t'ju ofrojë të keni një lëkurë më të shëndetshme dhe më pak rrulla. Si anti-inflamator, kamomili mund të ndihmojë edhe në lëkurë që ta keni edhe më të shëndetshme dhe të mos zëvuani nga shqetësime të ndryshme që shkaktojnë ekzemat, puçra dhe alergji të shumta. Ka shumë mënyra të aplikimit të kamomilit në përditshmërinë e dietës suaj. Sidomos, më e mira do të ishte përmes çajit. Nëse keni probleme me shijen, mund t'i shtoni limon dhe mjalt për të sjellë gjithashtu një shije më unike dhe me përfitime më të mëdha për organizmin tuaj. Shtimi i kamomilit në vaktet tuaja ditore do të përkthehet gjithashtu në një mbrojtje më të mirë të shëndetit dhe do të evitoni edhe komplikacionet e tij. Kamomili është një barishte që përdoret që në kohët e lashta për një mbrojtje më të mirë të organizmit dhe lehtësim të komplikacioneve. Sa i përket çajit, kamomili është i vlerësuar për shkak të efekteve të tij të pasura me flavonoide, të cilat janë antioksidant të fuqishëm për mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve ditore. Çaji i kamomilit është një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese edhe për të evituar ngërçet e stomakut. Çaji i kamomilit ka efekte të mira anti-inflamatore dhe antispazmatike, që ndihmojnë kështu në lehtësimin e dhimbjeve të barkut. Nëse pihet për mëngjes edhe në mbrëmje, rezultatet që do të merrni do të jenë fantastike dhe rigjeneruese për ju. Çaji i kamomilit është një ndihmë shumë e mirë e shëndetit tuaj edhe në betejën kundër rrullave. Radikalet e lira të cilat bëjnë që lëkura të duket më e vjetër mund të mbahen në kontroll përmes përdorimit të kamomilit. Pirja e çajit të kamomilit mund të largojë gjithashtu toksinat, duke u bërë që të riktheni më mirë shëndetin tuaj të lëkurës dhe jo vetëm. Çaji i kamomilit mund të nxjisë një rritje më të mirë të imunitetit. Çaji i kamomilit mund të mbajë armiqtë dhe bakteriet larg, ndaj është një mënyrë shumë e mirë për largimin e bakterieve nga organizmi juaj. Kjo ju ndihmon gjithashtu edhe në forcimin e sistemit imunitar, sidomos kur jeni të ftohur ose vuani gjithashtu edhe nga ethet. Përdorime të tilla të kamomilit mund të jenë një përzgjedhje shumë e mirë për të rigjeneruar shëndetin tuaj. Sipas legjendës, përdorimi i çajit të kamomilit mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë edhe kundër dhimbjeve të stomakut. Çaji i kamomilit është një recetë fantastike ideale kundër dhimbjeve të stomakut dhe përmban gjithashtu substanca që luftojnë inflamacionin. Pirja e çajit të kamomilit në mëngjes ose në mbrëmje mund të jetë një lehtësuese shumë e mirë e situatave tuaja emergjente dhe të ndihmojë në një rigjenerim më të mirë të organizmit tuaj. Shtimi i çajit të kamomilit në dietat tuaja ditore do ju nxjisë të keni një gjumë më cilësor, më të shëndetshëm dhe më pak probleme të tij. Pirja e të paktën një filxhan çaj kamomili për 30 minuta përpara se të shkoni në shtrat mund të ndihmojë gjithashtu edhe të qetësojë trupin në këto situata të vështira, duke ju ofruar një gjumë më cilësor dhe më pak komplikacione të tij. Kamomili është një bimë që praktikisht mund të ndikojë pozitivisht edhe kundër migrenës. Sapo të ndjeni trokitjen e parë të migrenës, pini një gotë me çaj kamomili. Është e rëndësishme që këtë çaj ta pini kur dhimbja sapo ka nisur dhe jo kur ajo është në kulmin e vet. Kështu rezultatet që do të merrni prej saj do të jenë fantastike, rigjeneruese dhe lehtësuese për shëndetin tuaj në tërësi. Përdorimet të tilla të kamomilit mund të përbëjnë një faktor rigjenerues të shëndetit dhe të mbajnë larg shqetësimet e tij. Çaji i kamomilit është i mirë për shëndetin tuaj të zorrve. Çaji i ngrohtë i kamomilit rekomandohet që të shtohet në dietën tuaj sapo të ndjeni dhimbjet e simptomave të zorrës së irrituar, duke ju ndihmuar kështu që të arrini rezultatet e shumë pritura dhe të mbani larg komplikacionet në shëndetin tuaj. Çaji i kamomilit mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë për të rritur imunitetin dhe për të mbajtur larg komplikacionet e tij. Nëse doni të keni një imunitet të fortë dhe një organizëm më të shëndetshëm, shtoni çajin e kamomilit në përditshmërinë e dietës suaj, dhe kështu do të merrni anën e tij pozitive për shëndetin tuaj. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë
të mos zëvendësojë në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme masat paraprake ndër veprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.